Ashtë e vërtet që ka një trend në rritje, po themi të rinjve të cilët janë të interesuar për të eksploruar, po themon? Po, është e vërtet. Shikohet një trend rritës kryesisht të këtë rinjt, për shkak se nuk i kanë ata problemet, jo fëmijët e vegjël që duan pa angazhime familjar, që duan këto resortet e qeta, tek të rinjt është komplet e kundërta. Kërkohen ture që t'jen sa më gjithë përfshirëse, on the go, pra t'jen gjithë kohës duke lëvizur, mos qëndrojnë vetëm 3-4 ditë në një qytet dhe të mos shohin asgjë, pra e shohin si mënyrë eksplorimi, jo vetëm te pjesa tradicionale që ka qenë, nëse dikur mendoj që nëse do bëjmë një tur eksplorues do jetë vetëm hiking, tashmë konsiderohet edhe një eksplorim, po them edhe kultura, edhe historia, një muze, një qytet UNESCO, apo zona të tjera, udhëtime me skaf, e të tjera, të gjitha këto futen te pjesa e eksplorimit, të cilët të rinjt po e shohin si një mënyrë për t'u larguar nga përditshmëria, si një mënyrë për të lënë, po them më njanë atë lodhjen, sa më shumë shohim që, po them përditshmëria shkon drejt të punuarit në kompjuter, të qëndruarit në telefon. Ky largimi nga përditshmëria kërkon më shumë eksplorim, kërkon më shumë aventurë.